Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar presionin ndaj Këshillit të Lartë të Prokurorisë që të mos bëjë lojra me zgjedhjen e kreutorit të SPAK-ut. Altin Dumani do të largohet në dhjetor dhe në prapasken ka nisur lufta politike për të vendosur aty një individ që të veprojë sipas interesave të mamutëve të korrupsionit. Për këtë arsye është vënë në lëvizje SBA. E ngarkuara me punë Nancy Van Horn i ka shkuar në zyrë kryetare së KLP-s Mirela Bogdani, ku në fokus ka qenë gara për pasardhësin e Altin Dumanit. Ajo e ka bërë të qartë se nga ky proces do të përcaktohet vijimi i bashkëpunimit mes SBA-ve dhe Shqipërisë. E ngarkuara me punë Nancy Van Horn u takua me kryetarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani për të diskutuar mbi ngjarjet e rëndësishme që do të zhvillohen në Këshill. Integriteti i procesit për zgjedhjen e prokurorit të posaçëm të SPAK-ut është thelbësor për vazhdimin e bashkëpunimit mes SBA-ve dhe Shqipërisë në luftën kundër krimit të organizuar ndërkombëtar dhe për forcimin e sigurisë së vendeve tona, njoftoi ambasada amerikane. Pak ditë më parë KLP hapi garën për pasardhësin e Altin Dumanit, i cili më 18 dhjetor mbyll mandatin në krye të prokurorisë së posaçme. Ai nuk ka të drejtë rikandidimit dhe pritet që të hyjnë në garë kolegët e tij. Por duke parë zhvillimet e 3 viteve të fundit dhe ato që ndodhi kur Dumani u zgjodh kryetar, ndërkombëtarët kanë frikë se politika do të tentojë të ndryhyjë në proces për të vendosur aty një drejtues kukull me qëllim që të shpëtojnë nga hetimet. Për këtë arsye mesazhet në drejtim të KLP-s janë intensifikuar ditët e fundit. Edhe pak ditë më parë dërguara amerikane e bëri të qartë se gara duhet të jetë transparente dhe e pandikuar nga politika. Po ashtu në zyrën e kryetares së KLP-s shkoi edhe ambasadori i BE-s, i cili ishte në të njëjtën linjë me SBA-t. Një reagim pati edhe nga ambasadori gjerman. Ai kërkoi nga politika që të qëndrojë larg këtij procesi. Gara për drejtimin e SPAK-ut nuk është thjesht një çështje procedurale. Në sfond është frika e përsëritjes së tentativave për të kapur drejtësinë. Një skenar i shmangur 3 vite më parë, kur ambasadorja amerikane Yuri Kim ndërhyri personalisht për të garantuar një proces të pakontestuar. Ajo mori pjesë fizikisht në mbledhjen e KLP-s, duke dërguar një sinjal të qartë se SBA-t nuk do të lejonin një emërim të diktuar nga pazaret politike. SPAK është kthyer në një simbol të reformës në drejtësi dhe rikthimit besimit publik, por ky simbol mund të rrëzohet me një vendim të vetëm. Për këtë arsye, gara për kreun e ri nuk është vetëm një emërim, është një test për sistemin, një provë për KLP-n dhe një sinjal se sa seriozisht e merr shteti shqiptar luftën kundër krimit dhe korrupsionit.